Shembja e rezervuarit në Klos gjenden disa rroba që dyshohet se i përkasin 29 vjeçarit që u mbulua nga rrëshqitjet e dheut. Disa ditë më parë, një 29 vjeçar teksa po punonte me ekskavator, u mbulua nga një rrëshqitje masive dheu në fabrikën e përpunimit të kromit në zonën e quajtur Qafa e Burrelit. Ndërkohë, kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri po vijojnë pa ndërprerje prej disa ditësh. Grupeve të kërkim shpëtimit janë shtuar dhe ekipe nga forcat e sigurisë Kosovës, të cilët kanë mbërritur ditën e mërkurë pranë vendit ku janë zhvilluar kërkimet. Gjithashtu, deri tani, mësohet se janë disa shenja rrobash që dyshohet të jenë të 29 vjeçarit dhe disa mbetje të mjetit ekskavator me cilin ai punonte në momentin e incidentit. Kërkimet po bëhen me mjete të rënda, me krah dhe nga ana ushtrisë dhe me anë të disa aparaturave që detektojnë trupa nën tokë. Ndërkohë, burime bin të ditur se në zonën ku janë gjetur rroba është vendosur perimetri i sigurisë dhe ekipi kërkimit po bën të mundur heqjen e dheut në mënyrë të ngadaltë nëse do të jetë aty trupi pa jetë i 29 vjeçarit Ardit Beshiri.